Banorët e Hasanbegut po I largojnë mbeturinat e fundit prej shtëpive të tyre të vërshuara para një muaji, por ata druajnë se sërish mund të ketë vërshime dhe gjendja e tyre do të ndërlikohet më shumë. Banorët thonë se ende ka familje që janë strehuar në shtëpi tjera, për shkak se nuk kanë kulm mbi kokë. Mevludin Aliu thotë se do ta rënojë shtëpinë tërësisht, sepse nuk ka kushte për të jetuar aty për shkak të dëmtimeve të mëdha që ka pësuar. Ai tani për tani është strehuar në një shtëpi tjetër. Prej ditës vërshimeve, sot është data e saktë, domethënë 1 muaj, edhe gjendja është aktuale. Ato kanë qenë, po që ja, domethënë kanë kaluar 1 muaj, kemi marrë vetëm atë avansin, kemi shpresë ndër shpërblimet, po se sa do të jenë ato, do të jenë që të mundemi të mbolojmë harxhimet tona. Atë është një pikë pyetje shumë e madhe. Një familje tjetër sapo është kthyer në shtëpinë e saj dhe ka përgatitur një dhomë me pajisje shtëpiake. Kryefamiljari Irfan Aliu thotë se për shkak të kërkesave të fëmijëve se ka filluar viti shkollor dhe kanë dashur të kthehen në shtëpi, ka arritur që një dhomë të vetme ta bëjë përbanim. Deri s'kemi pas kur një shëndime. Një sobe kemi rregullu për vetë me financat tona, por shpresojmë se në tarmën do të na financojnë edhe shteti, do ta rregullojmë edhe më mirë. Masi I shpëtuam fëmijët, atëherë se kishme shumë dert për tjetrën, për gjanat materiale. Që një muj kemi jetu në Temiki, në Shkup, për shembull, në qytet. Prej dje kemi rregulluar një sopë, kemi kthy këto. Ditën për çdo ditë kemi arë këtu, kemi pastru, kemi rregulluar, por prej dje kemi arë këtu. Këto edhe fëmija kanë fillu me shkollë. Banorët ankohen se nuk janë ndërmarrë masa për të përmirësuar gjendjen e kanalizimit që paraqet rrezik për vërshime të sërishme, ndërsa problem është edhe mos rregullimi I rrugëve, ku pas çdo shio ato bëhen të pakalueshme. Urgjentisht rruga kryesore ndërtohet pikë pari, pastaj kanalizimi është lënë në gjendjen e mëparshme. Nuk është pastruar, nuk është ndërtuar siç është premtuar me vite, është në gjendjen e njëjtë. Nëse bjesh I njëjtë, sikur më parë, prapë do të vinë vërshimet të Hasanbek. S'ka infrastrukturë, kanalizimi s'ka asgjë. Si shenjë paralajmëruese se kjo zonë ka qenë e vërshuar, tregon vetura që qëndron në hyrje të lagjes së Hasanbegut, e cila prej se është goditur nga përmbytjet e 6 gushtit, ajo nuk është larguar ende nga ky vend.